Në letra drejtuar Romakëve do të lexoj në faqen 182, kapitulli 8, letra drejtuar Romakëve, nga vargu 18 vëllezër. Le ta shohim vëllezër, aleluja, me vëmendje fjalën e Perëndisë. Unë mendoj në fakt se vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlejnë as pak të krahasohen me lavdinë që do të shfaqet në ne. Sepse dëshira e flakët e krijesës pret me padurim shfaqjen e bijve të Perëndisë. Sepse krijesa ju nënshtrua kotësisë, jo me vullnetin e vet, por për shkak të atij që e nënshtroi. Me shpresë që vetë krijesa të çlirohet nga skllavëria e prishjes për të hyrë në lirinë e lavdisë së bijve të Perëndisë. Sepse e dimë se deri tani mbar bota e krijuar rënkon dhe është në mundim. Dhe jo vetëm kaq, por edhe ne vetë që kemi frytet e para të frymës, vajtojmë në veten tonë, duke pritur flakët, birërimin, shpengimin e trupit tonë. Sepse me shpresë ne shpëtuam, por shpresa që duket nuk është shpresë, sepse atë që dikush e sheh si mundet edhe ta shpresoj. Por në qoftë se ne shpresojmë atë që se shohim, atë gjë e presim me duri. Kështu pra, dhe fryma na ndihmon në dobësitë tona, sepse ne nuk dimë çfarë të kërkojmë në lutjet tona, sikurse duhet, por vetë fryma ndërhyn për ne me pësherëtima të patregueshme. Dhe ai që eton zemrat e di cila është mendja e frymës, sepse ai ndërhyn për shenjtorët sipas Perëndisë. Dhe ne dimë se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin, për ata që janë të thirrur sipas qëllimit të tij. Sepse ata që ai i ka njohur që më parë dhe i ka paracaktuar për të qenë të ngjashëm me shëmbëltyrën e birit të tij. Kështu që ai të jetë i parlinduri mes të shumë vëllezërve. Dhe ata që ai paracaktoi dhe i thiri, dhe ata që i thiri edhe i shfaqsoi, dhe ata që i shfaqsoi, ata edhe i përlëvdoi. Amin. Apostulli Paul, vëllezër, i drejtohet të zgjedhurve kishës së Perëndisë për të kuptuar përse Zoti i vërtet na thiri, motra dhe vëllezër. Cili është qëllimi i Perëndisë që ne Zoti erdhi në jetën tonë? Përse erdhi, motra dhe vëllezër, vetë Perëndia dhe u flijua që njeriu të shpëtohet? Cila është shpresa e çdo besimtari, motra dhe vëllezër, në këtë thirrje të Perëndisë? Sepse ne që të gjithë jemi dëshmitarë që Zoti erdhi me fuqi në jetën tonë. Dëshmojnë ne fuqinë e tij dhe na dha nga fryma, motra dhe vëllezër, e tij për të qenë të zgjedhur për lavdi të Perëndisë. Dhe ju dërgon një letër të gjithë besimtarëve kudo, motra dhe vëllezër, aleluja, pavarësisht që këtu i drejtohet letra Romakëve, i drejtohet të gjithë besimtarëve. Dhe shikojeni me vëmendje, vëllezër, se çfarë do të na mësojë apostulli Paul, i zgjedhur nga Perëndia për vepër të Zotit. E theksoi, i zgjedhur nga Perëndia për të bërë vullnetin e Perëndisë. Ai, motra dhe vëllezër, aleluja,
ju shkruan të gjitha atyre që Zoti i ka thirrur. Të gjitha atyre që me të vërtetë e duan Perëndin. Unë mendoj, në fakt, se vuajtjet e kohës së tanishme nuk vlejnë as pak të krahasohen me lavdinë që do të shfaqet në ne. Shikoni çfarë thotë motra dhe vëllezër, aleluja. Vuajtjet që besimtari do të kalojë, që kalon motra dhe vëllezër vazhdimisht besimtari, nuk ja vlen të krahasohen me atë çfarë do të shfaqet në ne, thotë motra dhe vëllezër, aleluja. Me lavdinë që është ruajtur për ne, që do të thotë Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja, ka një plan të mirë për ata që e duan Perëndinë. E falenderojmë Zotin, vëllezër, aleluja, sepse dëshira e flaktë e krijesës pret me padurim shfaqjen e bijve të Perëndisë. Pret me padurim të shohë, motra dhe vëllezër, aleluja, bijtë e Perëndisë, ku janë? Fjala shpërndahet, motra dhe vëllezër, në të gjithë botën. Fjalën e dëgjojnë shumë vetëm, motra dhe vëllezër, aleluja. Për të dukur, ku janë bijtë e Perëndisë? Ata që Zoti, thot në fund, motra, i thiri, i shfaqsoi dhe i përlëvdoi. Kjo është vepra e Perëndisë për çdo njërin prej nesh, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse krijesa ju nënshtrua kotësisë, jo me vullnetin e vet, po për shkak të atij që e nënshtroi, me shpresë që vetë krijesa të çlirohet nga skllavëria e prishjes për të hyrë në lirinë e lavdisë së bijve të Perëndisë. Ky është plani, motra dhe vëllezër, aleluja, i Perëndisë për ata që e duan Perëndinë. Çfarë, motra dhe vëllezër? Krijesa ju nënshtrua kotësisë, thot, jo me vullnetin e vet, po për shkak të atij që e nënshtroi, me shpresë. Kjo është shpresa, motra dhe vëllezër, aleluja, që vetë krijesa të çlirohet nga skllavëria e prishjes. Vetë krijesa të çlirohet nga skllavëria e prishjes, nga skllavëria e mishit, motra dhe vëllezër, aleluja, që do të shkatrohet. Mishi nuk mund të trashëgojë, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe çfarë ndodh, motra dhe vëllezër? Për të hyrë në lirinë e lavdisë së bijve të Perëndisë, bëhet një krijesë tjetër për të hyrë në lirinë e bijve të Perëndisë, thotë. Ndodh një ndryshim shumë i madh, motra dhe vëllezër, aleluja, për ata që e duan Perëndinë dhe pranojnë, motra dhe vëllezër, Jezus Krishtin, këtë flijim të Perëndisë. Ndodh ky ndryshim, vëllezër, e falenderojmë Zotin. Çfarë të bëjmë, i thanë Pjetrit, gabuam me Jezus Krishtin. Dhe Pjetri ju thotë, pendohuni. Do me thënë, të ndodhe në ty, në mua, një ndryshim shumë i madh, vëllezër, aleluja, me pendimin. Pendim do të thotë të ndryshoj rrugë. Gabova. S'është kjo rruga. A duhet të kthehem që të gjej rrugën? Ky quhet pendim, motra dhe vëllezër. Pendohem për gjithçka. Kam bërë. Dhe tani thotë, pakzoni në ujë për faljen e mëkateve tuaja, dhe Zoti do t'ju japë frymën e shenjtë të gjithë atyre që ja kërkojnë. Dhuratë. Për çfarë, motra dhe vëllezër? Për të bërë pikërisht, pasi të jesh penduar, e do Perëndinë, pagëzohesh, motra dhe vëllezër, që tregon pagëzimi pikërisht pendimin e njeriut, kthesën që bën njeriu, motra dhe vëllezër, aleluja,
Dhe Zoti thot do t'ju jap fuqi për të bërë vullnetin e Perëndisë, frymën e shenjtë. Dhe ai që del, motra dhe vëllezër, i mbushur plot në frymën e Perëndisë, është një krijesë tjetër. Ai rritet në frymën e Zotit, ai rritet, motra dhe vëllezër, në bashkësi me njëri tjetrin, në fjalën e Perëndisë, është një krijesë tjetër. Ai adheun e tij ka qiellin, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk është bota që la. Bota që la më është pendimi. U penduam, nuk është më për ne. Dhe krijohet një njeri frymëror. Prandaj Jezus Krishti i thot Nikodemit, nëse një njeri nuk ka rilindur, nuk mund ta shohë mbretërinë e Perëndisë, që do të thotë të bëhet një krijesë tjetër, një krijesë e lindur nga uji dhe nga fryma, jo një krijesë e lindur nga mishi. Nuk mundet mishi, thotë, mishi është mish, motra dhe vëllezër. Fryma është jetë, fryma është jetë. Dhe këtë krijesë frymërore, ku do ta shpijem, sepse është e përjetshme, motra dhe vëllezër, aleluja, që krijesë frymërore. Por janë dy vende. Ku do ta shpije këtë krijesë frymërore, këtë njeri frymëror? Do të arrit, motra dhe vëllezër, me fjalën e Perëndisë, që të shohë lavdinë e bijve të Perëndisë, apo do ta humbë, motra dhe vëllezër? Sepse e dimë se deri tani mbar bota e krijuar rënkon dhe është në mundim. Mbar bota, thot motra dhe vëllezër, rënkon, është në mundim, nuk ka kënaqësi, njeriu nuk gjen kënaqësi në këtë botë, motra dhe vëllezër, aleluja. Çfarë do lloj gjëje që ti ofrohet, nuk gjen kënaqësi, thot motra dhe vëllezër, në këtë botë. Dhe bota rënkon, thot vëllezër, e falenderojmë Perëndinë. Dhe jo vetëm kaq, por edhe ne vetë, jo vetëm bota jashtë, aty ku ishim, por edhe ne, thot, që kemi frytet e para të frymës, që vërtet Zoti na ka dhënë frymën e shenjtë dhe kemi frytet e para të frymës, vajtojmë në veten tonë, duke pritur flakët, birërimin, shpengimin e trupit tonë. Vajtojmë dhe ne, motra dhe vëllezër, thotë, që kemi frytet e para të frymës. Sepse çdo gjë, motra dhe vëllezër, që shohim, nuk është për ne. Nuk përshtatemi me dot, motra dhe vëllezër, aleluja, në këtë botë. Sepse kemi frytet e para të frymës, thotë. Dimë, motra dhe vëllezër, aleluja, këtë thirrje të Perëndisë, sepse vetë Zoti na mësoi, vetë Zoti na bëri të kuptojmë, motra dhe vëllezër, fuqinë e Perëndisë, që ai është i gjallë dhe vepron në çdo njeri që e do Perëndinë, dhe ne e pam në jetën tonë këtë gjë. Përsëri thot, vajtojmë, motra dhe vëllezër, për sa kohë ne jemi në mish, ashtu si bota, edhe ne që kemi frytet e para të frymës, vajtojmë, thot motra dhe vëllezër. Sepse, thot vëllezër, këtu dua të përqendrohemi dhe ta shohim me vëmendje mësimin tonë sot. Me shpresë ne shpëtuam, por shpresa që duket nuk është shpresë. Çfarë thot Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja? Ne shpëtuam, pranuam Jezus Krishtin dhe morëm shpëtimin. Por kjo nuk duket, motra dhe vëllezër, aleluja. Ne nuk shohim, motra dhe vëllezër. Vuajmë përsëri. Përsëri, motra dhe vëllezër, kërkojmë. Dhe thotë, sepse atë që dikush e sheh, kërkojmë gjëra që t'i shohim, do me thënë. Por nuk është kjo shpresa që ne jemi thirrur nga Perëndia. Si mundet ta shpresojmë, thot, një gjë që e shohim? I kërkojmë Zotit, shpresojmë nga Zotit të
dhe na jap gjërat që i shohim. Shpresa jonë, motra dhe vëllezër, thot, nuk është e dukshme, nuk duket tani, por në qovë se ne shpresojmë atë që se shohim, atë gjë e presim me durim. Ne shpresojmë jo gjërat e dukshme, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk është kjo shpresë gjërat e dukshme, por shpresë është ajo që ne nuk e shohim. Cila, motra dhe vëllezër, do të na jap Zoti? Cila është ajo që ne shpresojmë? Cila është ajo që Zoti ka përgatitur për ne? Atë thotë, ne e presim me durim. Atë shpresë të Perëndisë, vëllezër. Kështu pra, edhe fryma na ndihmon në dobësitë tona. Fryma na jep forcën në dobësitë tona. Pa frymën e Zotit nuk mund të bëjmë dot asgjë, thot motra dhe vëllezër. Por fryma na rrit shpresën. Për çfarë arsye? Sepse ne nuk dimë çfarë të kërkojmë në lutjet tona. Ne shkojmë dhe lutemi, por ne nuk dimë cila është ajo e pëlqyer në sytë e Perëndisë për t'i drejtuar Zotit lutjet tona. Ne lutemi për gjërat që na mungojnë. Ne i lutemi Zotit për gjërat që janë këtu, që i shohim. Jo për shpresën që Zoti na ka premtuar, por për gjërat e dukshme i lutemi, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe thot, fryma lutet për ne, shikoni, sikur se duhet, por vetë fryma ndërrym për ne me pësherëtima të patregueshme. Ku ndryn fryma, motra dhe vëllezër, me pësherëtima të patregueshme? Në Perëndia, në Zoti, për gjërat që ne janë vërtet të domosdoshme për atë që shpresojmë. Mos u mundoni, thot motra dhe vëllezër, dhe mos u lodhni për atë që prishet. Për atë që s'është e juaja. Për atë që do të mbetet këtu, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe ai që heton zemrat e di cila është mendja e frymës. Për çfarë lutet fryma që është në ne, motra dhe vëllezër? Duhet të lutet fryma për ne, për gjërat e nevojshme tona. Jo duhet të lutet mishi, motra dhe vëllezër, aleluja, po duhet të lutet pikërisht kjo krijesë e re frymërore për t'i pëlqyer Perëndisë, për të bërë vullnetin e Perëndisë. Sepse ai ndryn për shenjtorët sipas Perëndisë. Ai ndryn për të shenjtët, motra dhe vëllezër, sipas përqimit të Perëndisë. I drejton lutjen ashtu si i pëlqen Perëndisë fryma që është në ne, vëllezër. Jo lutjet tona shpeshherë lutemi dhe s'marrim përgjigje. Kurse fryma, thotë, ndryn dhe lutet për ato gjëra që janë të domosdoshme, për shenjtorët, thotë. Lavdi e emrit shenjtë. Dhe ne e dimë se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirë për ata që e duan Perëndin. Ne e dimë që çdo gjë që vepron në ne bashkëvepron për të mirë, thot, për ata që e duan Perëndin. Për ata që janë në frymë, për ata që shpresojnë në Perëndia, motra dhe vëllezër, aleluja, në gjërat që Zoti na premtoi. Lavdi e emrit të shenjtë. Aty ku jam unë, tha Zoti, do të jeni edhe ju. Në këtë lavdi që u ngrit Jezus Krishti, thot motra dhe vëllezër, aleluja, do të ngriheni edhe ju. Prandaj thotë bijtë e Perëndisë, në shumës. Jo për birin e Perëndisë, por për bijtë e Perëndisë. Dhe bijtë e Perëndisë janë ata njerëz, krijesa të reja që kanë rilindur dhe janë udhëhiqur nga fryma e Perëndisë, vëllezër. Kanë vdekur për këtë botë dhe shpresojnë të ngjiten në lavdi. Këtë, motra dhe vëllezër, aleluja, e falenderoj Perëndin, kishte kuptuar apostulli Paul që na shkruan të gjithëve, sepse ne shohim jetën e apostullit Paul, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk për dëlej,
por përndiqej, goditej, e falenderojmë Perëndin vëllezër, aleluja, por ai për të lej në frymën e Perëndisë. Ai këndon të Perëndisë, sepse vërtet, motra dhe vëllezër, ishte një krijesë e re, që shpresa e tij ishte të shkonte në lavdi të Perëndisë, motra, aleluja, e falenderojmë Zotin. Për këtë jemi thirrur që të gjithë, që të kuptojmë cila është shpresa jonë në Zot. Për ata që janë thirrur sipas qëllimit të tij. Shkoni me vëmendje. Ne e dimë se të gjitha gjërat bashkëveprojnë për të mirën. Për ata që janë thirrur sipas qëllimit të Perëndisë. Ne jemi thirrur, vëllezër, sipas qëllimit të Perëndisë, që do të thotë Perëndia ka një qëllim që të thirrë. Duhet të bëhet vullneti i Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe ne themi amin. Prandaj thot këtu, vëllezër, aleluja, të gjitha gjërat që na ndodhin bashkëveprojnë për të mirën. Sepse jemi thirrur për të plotësuar qëllimin Perëndia në ne. Pavarësisht, motra dhe vëllezër, që shohim me sytë tanë mishore gjëra që s'ta pëlqejnë. Dhe themi si mundet, si ndodh kjo, pse ndodh kjo, çfarë ka bërë? Ky është qëllimi i Perëndisë. Çdo gjë bashkëvepron për të mirë, thot, për të plotësuar qëllimin Perëndia, motra dhe vëllezër, për atë që të thirrë. Sepse ata që ai i ka njohur më parë, Zoti thot të kam njohur që në barkë të menës, thot. Ka një qëllim Perëndia, motra dhe vëllezër, aleluja. Që ti je sot këtu. Ka një plan Perëndia, e falenderojmë Perëndin. Që të ndodhin shumë gjëra, motra ime, vlla im, aleluja. Ata që i ka njohur më përpara, thot, i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëllyrën e birit të tij. I ka paracaktuar, ju ka dhënë gjithçka, motra dhe vëllezër, kanë rilindur, ju ka dhënë nga fryma e Perëndisë, që të jenë të ngjashëm me birin e tij. Kjo është ajo që dëshiron Perëndia në ne. Erdhi Jezus Krishti për të bërë vullnetin e Perëndisë, motra dhe vëllezër, aleluja, që njeriu të shpëtohet nëpërmjet tij. Ky është qëllimi i Perëndisë. Je thirrur këtu, vlla im, motra ime, që të bëhet vullneti i Perëndisë. Kështu që ai të jetë i parëlindur në mes të shumë vëllezërve. Nëpërmjet tij ne pamë cilët janë bijtë e Perëndisë, ose si duhet të jenë bijtë e Perëndisë. Një shembull, motra dhe vëllezër, aleluja, na solli Perëndia me Jezus Krishtin, që ai të jetë i parëlinduri në mes të shumë vëllezërve. Që do të thotë, ky është shembull i ardhur nga ati, motra dhe vëllezër, aleluja, erdhi të bëj vullnetin e Perëndisë, dhe ne jemi thirrur, paracaktuar nga ati për të bërë qëllimin që ka Perëndia në ne. Si bij të Perëndisë, dhe Jezus Krishti thotë i parëlindur në mes të shumë vëllezërve. Do më thënë dhe ne të ngjashëm me të, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe ata që ai i paracaktoi i thiri. Ata që i njinte, thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, i thiri, si i thiri, vëllezër, e falenderojmë Perëndin. Fjala e Perëndisë do të shpërndahet në të gjithë botën. Ai që e do Perëndin, motra dhe vëllezër, aleluja, që ka një zemër të tillë, të mbushur plot me dashuri për Perëndin, kjo fjalë që është fara bie në zemrën e tij dhe bën vepër, motra dhe vëllezër, aleluja. I thiri, i ftoi të gjithë, dhe ata që i thiri, i çfajsoi, që do të thotë në kryq, motra dhe vëllezër, aleluja, kjo vepër e Perëndisë, i çfajsoi të gjithë ata që e duan Perëndin. Çfarë bëri? Oqi mëkatin e tyre. Ata që pranuan flijimin e Perëndisë, u çliruan nga mëkati, thot, motra dhe vëllezër, lavdi e emrit të shenjtë. I çfajsoi nga dënimi, është pa faj, pse? E mora unë,
dënimin e tij. Na shfaqsoi në kryq. Mëkatin tonë e mori Jezus Krishti në kryq, motra dhe vëllezër, aleluja. Fali o atë, sepse nuk din ç'bën. Kjo është vepra, motra dhe vëllezër, e Perëndis, dashuria e Perëndis. Në kryq të Golgotës, zuri vendin tonë, motra dhe vëllezër, aleluja, na shfaqsoi ne nga mëkati. Të gjithë ishim në mëkat, ai na shfaqsoi nga mëkati. Dhe ata që i shfaqsoi, që do të thotë janë pa mëkat tani, ai që ka lindur nga Perëndia nuk mëkaton. Ata që i shfaqsoi, ai thotë, motra dhe vëllezër, dhe i përlëndoi. Ky është qëllimi i Perëndisë dhe shpresa e të gjithë atyre që e duan Perëndin. Të jemi të përlëvduar në praninë të Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe Zoti na quan nusja e zgjedhur e Perëndisë, e qengjit, lavdia e emrit të shenjtë. Dhe kjo nuse e zgjedhur e Perëndisë do ta marrë Zotin me frymën e shenjtë dhe do ta paraqitë, motra dhe vëllezër, aleluja, për të bërë vullnetin e Perëndisë. Do ta marrë dhe do ta ulë në fron. Kjo është, do ta marrë dhe do ta vërë në lavdi, motra dhe vëllezër, aleluja. Kishën e vetë, të zgjedhurën e vetë, që është nusja e qengjit. E falenderojmë Perëndin, vëllezër, aleluja, që Zoti në jetën tonë erdhi, trokiti, na dha të gjitha mundësitë, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe shpresën për të qenë bijtë të Perëndisë. Zoti ta bekojë këtë fjalë.